Teleshikues të nderuar, mirë se vini në emisionin Studio e Hapur këtu në TV2. Në emisionin e sotëm kemi mysafir të ftuar ish deputetin dhe ish kandidat për president të Republikës së Maqedonisë, zotin Zudi Xhelili, me të cilin do të flasim për tema aktuale politike në vend. Zudi Xhelili, mirë se erdhët në Studion e Hapur. Si njohësi mirë i rrethanave, të fillojmë biseden prej protestave dhe antiprotestave ose tubimit për në mbrojtje të qeverisë, të cilat u mbajtën para 5 gjëgjësisht 6 ditësh, vikendin e kaluar dhe të hënën. Fillimisht, partitë shqiptare mbajtën një qëndrim kryesisht neutral, një pjesë edhe kundër ishin dhe një parti e vogël PPD-ja doli me ftesë të hapur që të mbështeten këto protesta, por nga ana tjetër një numër i madh i opinionistëve, ish politikanëve dhe analistë politik, njohës të mirë të rrethanave, me ngulm insistojshin që pjesëmarrja e shqiptarëve në këtë protestë kundër qeverisë aktuale të jetë sa më e madhe. Duke pasur parasysh atë që ndodhi, sidomos të nesërmen, në tubimin të cilin e organizoi VMRO-DPMNE si parti politike, u hapën edhe dilemat kush gaboi në këtë rast, ata të cilët ftuan për mbështetje të protestave ose ata të cilët mbajtën qëndrim neutral ose ishin kundër. Cili është vlerësimi juaj? Sa i përket protestave që opozita maqedone i organizoi si rezultat i revoltit që u akumulua me mujtë të tëra me publikimin e materialeve të përgjimit, ku dulën në shesh njësër shkeljesh të ligjeve, njësër krimesh dhe korupcioni që kishte bërë një garnitur rreth premierit, një ekip, një klik e cila me vitet të tëra kishte bë shkelje flagrante dhe opozita pasi që bëri publikimin e gjitha këtyre materialeve, caktoi edhe një ditë në të cilën datë ata dulën masovikisht të protestojnë. Unë jam deklaruar nëpërmes rrjeteve sociale se shqiptarët kanë shumë arsye shumë të mëdhaja të protestojnë për rrëzimin e kësaj qeverie, për shkak se nga materialet që u dëgjuam, kjo qeveri nuk ka legitimitet, nuk ka kredibilitet, dhe arsyet janë shumë të mëdhaja që ne të protestojmë për rrëzimin e tyre. Mirë po, jam i mendimit që protestat shqiptare të jenë të veçuara nga protestat e opozitës maqedonase. Të jenë të veçuara për shumë arsye. Ne nuk do të lejojmë që në të ardhmen shqiptarët të jenë popull eksperimental dhe t'i besojmë një herë Branko Crvenkovskit, i cili ishte kryeministër dhe bëri një sër intervenimesh apo masakrash ndaj shqiptarëve. Mandej e dim se VMRO-ja në fillim kur u shfaq në skenën politike paralajmëroi komora gazi do t'i presin kthjetrat e Shqiponjës e ku e di çfarë, me një retorik nacionaliste anti-shqiptare, ma vonë ardhja në skenë Gruevskit si udhëheqës i VMRO-DPMNE-s dhe kryeministër dhe dëgjuam se neve na trajtojnë si indian, na trajtojnë si fisi egër, si njerëz tegër, ku e di çfarë, dhe se neve ata na etiketojnë në mënyra ndryshme, dhe tasha duhet t'i besojmë Zaevit. Unë mendoj se nuk duhet t'i besojmë Zaevit, pa mos u ul që faktori shqiptar, lidershipi shqiptar t'ulet dhe ta definojnë çfarë të ardhme duhet të ketë Maqedonia në të ardhmen, çfarë rregullimi që shqiptarët mos jenë më popull eksperimental dhe përsëri të dëshpërohemi se edhe dikush tjetër të del dhe na trajtojnë një lloj si gjithë këta që i përmenda më parë.
Mirë po Zaevi, kësaj proteste nuk i dha karakter partijake, as karakter nacional. Nuk ishte flamuj të partive politike, të partisë të ti politike, por as edhe të partive tjera. Nga ana tjetër, valonin lirshëm të gjithë flamujt, varsisht prej asaj kush me cili flamur deshi të protestoj dhe arsyen se pse proteston. Nga ana tjetër, morën pjesë edhe shumë parti tjera, të opozitës, por edhe sektori jo qeveritar dhe lëvizje të ndryshme. Në protesta, sa vrejta unë u shfrytëzohu flamuri shqiptar i cili të shërbej si dekor, të shërbej se në këto protesta masovike ka edhe qytetar shqiptar, që ishte e vërtet se kishte qytetar shqiptar, mirë po ata qytetar të cilët janë të revoltuar me politikën e gabuar të kësaj qeverisje. Në anën tjetër, Gruevski i ftoi të gjithë të pranishmit që të shprehin 1 minutë heshtje për policët e vrarë. Në anën tjetër, as pak nuk i përmendi të vrarët shqiptar nga grupi armatosur. E dita, a i ftoi protestuesit që nën flamurin Maqedonas, të gjithë së bashku, pa marrë parasysh çfarë përkatësie kombëtare apo fetare kanë, që bashkarisht ta rrezojnë këtë qeveri. Mirë po, shqiptarët gjithmonë në protesta, gjithmonë pakënaqësit i kanë shprehur nën flamurin e vetë shqiptar. Sikur shqiptarët të organizonin ose të organizojnë tani protesta. Kush do duaj të merë pjesë në ato protesta, cilin do të ishte motivi, cilat do të ishin kërkesat dhe ku do të mbaheshin ato, para qeveris, para kuvendit, para selive të partive shqiptare në pushtet ose afër pushtetit e kështu me radhë. Ja për shembull të inicojmë një protest dhe sa mendoni se do të ishte masovike, duke marrë parasysh se pikërisht partitë më të fuqishme që kanë rreth vetes të bëjnë shumë qytetar, shumë votues, simpatizant, struktura e kështu me radhë, nuk do t'i përkrahnin. Meqense se jam pjekur kushtet që të gjithë qytetarët të shprehin pakënaqësi nga një qeverisje e keqe, nga një qeveri jo legjitime, nga një qeveri e cila u zbulu se ka punu në dëm të popullatës, unë kam mendu se partitë opozitare, shqiptare, shoqata të ndryshme jo qeveritare, do të aftojnë popullin shqiptar në protesta masovike në të gjitha qytetet ku jetojnë shqiptarët. Unë kam mendu se dikush do të kujtohet... Dhe në përsheshet e qyteteve? Dhe në përsheshet e qyteteve, Tetov, Gostivar, dhe këto do të ishin protesta që do të kishin trondit ashtu si që duhet, qeverin, edhe ndoshta do të ishin vendimtare, për shkak se, si që vreni edhe vetë, protestave të vetëm të opozitës maqedonase, partia në pushtet, i kundërpërgjigjet me protesta, antiprotesta. Dhe mundohet të bëj një balans që t'i hike përgjegjësis nga ajo që u publiku, dhe përsëri do të jenë shqiptarët ata vendimtarë që nëse organizoshin këto protesta, do të kishte një dridhje më e madhe dhe ndoshta do të ishte vendimtare. Tash te protestat qytetare në organizim të liderit të opozitës Zoran Zaeva, i ishte iniciatori dhe kërkoi mbështetjen e të tjerave, ndodhi ajo që ndodhi, u interpretua himni i Maqedonisë, që është diçka normale, derisa është ajo himni zyrtar, ka një aspekt shumë qesharak në kuptim se përmenden bile edhe emra, është vendi vetëm në botë ku përmenden emra në himnin, por ajo është diçka tjetër, për momentin është himni zyrtar, e ka logjikën e vetë, ose si shtatë ju se ftoi pra që në flamurin e Maqedonisë ose Maqedonas, varet si e përdorim në aspektin gjysor, por nga ana tjetër ndodhi antiprotesta ose tubimi madhështor në mbështetje të qeverisë organizuar nga një parti politike. Cili ishte mesazhi nga ky tubim, i cili gjithashtu ishte masovik?
ndoshta ndonjëri ka pas pak më tepër ose pak më pak, por të dy ishin Tubimi i opozitës, me drejt tubimi i mbështetësve të partisë në pushtet, ishte i... Por ata thonë se dalin në mbështetje të qeverisë dhe ta mbrojnë shtetin. Është interesante atëherë deri nëse shqiptarët nuk marrin pjesë as që i ftojnë dikush, domethënë shqiptarët nuk e mbrojnë qeverinë, shqiptarët nuk e mbrojnë shtetin, nuk e mbrojnë të mirën. Ai tubim më tepër ishte partijak, ishte më tepër tubimi i tharve i antarësisë ngushtë partisë në pushtet, ishte tubim ku shumë njerëz të ftohet e ndoqën gjatë kohës tubimin, nuk ishte tek ata gjallëri, nuk ishte interesim të madh, dukeshin si njerëz të detyruar, po, ikonografia ishte nacionaliste, kishte edhe incidente, brohoritje. Ishte edhe shumë kryqa të cilat i mbajshin që s'ndodhin. Dhe tash analistët, si brenda, ashtu edhe jashtë vendit, mendojnë se opozita është e frymzuar që ta ndjek rrugën demokratike, rrugën e integrimit të Maqedonisë në strukturat veriatlantike, derisa partia në pushtet e revoltuar pse Perëndimi apo Bashkia Evropiane dhe NATO-ja nuk i ofruan ndihmë që më herët vendi të merr kakjen e duhur pa kushtëzime, dhe tash kemi një kanosje, ashtu me thanë kushtimisht, të Gruevskit dhe përkrahësve të tij ndaj Perëndimit, qinse këtu ka dorë edhe Perëndimi për opozita të merr guxim dhe të kërkoj largimin e tij nga pushteti. Dhe ka gjasa që Gruevski gjatë kohës që nuk hasi në përkrahje për antarësim në NATO, sidomos nga samiti i Bukureshtit, ai filloi të afrohet me shtetet që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë një distancë, sidomos me Rusinë, Serbinë dhe shtetet tjera, dhe tash edhe deklaratat e zyrtarëve rus, edhe deklaratat e zyrtarëve perëndimor çojnë ka ajo se ka gjasa që edhe Rusia të ketë ndikim te Gruevski dhe përkrahësit e tij që situatat shkojnë në këtë drejtim që mori. Ti kushem një hapësirë këtij emisioni edhe në lidhje me rastin e Kumanovës, gjithsesi konfliktin ose intervenimin policor te lagja e Trimave dhe paraprakisht incidentin në Gushinc. Si ishin ju këto dy raste, të cilat pasuan njëri pas tjetrit dhe me gjas u kryen nga i njëjti grupi armatosur, i cili tashmë dihet se pjesa më e madhe kanë hyrë nga Kosova. Kishte paralajmërime se mund të ndodhin incidente të tilla në Maqedoni dhe i ndërlidhshin me përpjekjet e pushtetit për të mbijetuar që mund të skenoj raste të tilla. Mirë po në anën tjetër të gjithë harojnë se tek shqiptarët ishte grumbulluar, ishte akumuluar një pakënaqësi e madhe, për shkak se nga 2001 e këndej, marrëveshja e Ohrit vetëm në aspektin teorik mund të jetë realizuar, në aspektin praktik as pak. Dhe që është më e keqe, duhet të përfundoj dhe të jep rezultate, bile edhe të tejkalohet, se ajo veç më është bë dokument i vjetër, 14 vjeçar. Ngjarjet në botë aq shpejt lëvizin me një dinamik të hatashme, sa që ne ende lutemi që të realizohet marrëveshja e Ohrit edhe vetëm aq. A gjërat duhet të shkojnë edhe më tepër se aq. Bile edhe federalizim më i madh se sa që kemi pas deri tash. Për konceptin e ardhshëm të shtetit, të mundshëm të ardhshëm, do të flasim më vonë tash. Dhe tash e kisha fjalën se pakënaqësit grumbulloheshin. Dhe ajo që ndodhi në Kumanov, për mendimin tim, është nga pakënaqësia për pozitën e vështirësuar të shqiptarëve në Maqedoni. Ajo që ndodhi
u pa se shteti bëri një intervenim në një zonë të banuar me mbi 30.000 banor, intervenim që kudo në botë do të ishte realizuar tjetër fare. Të spaku e thonë të gjithë ekspertët. Ashtu, do të kërkoshin të zhvillon bisedime, nga bisedime të arrihet marrëveshje që të kursehen populata civile dhe gjitha të shkatrime që ndodhen. Dhe të mirat materiale. Po. Vështirë se do të kompenzohen, ato në letër... Mund të intervenohet në një lagje të banuar me 30.000 banor, me 3.000 forca policore, me arsenal të rënd ushtarak, duke përdorë edhe helikopter, të granatojsh pa asë një droje sa ti mund të mbysish, të vrasish me qindra, me mira civil, kjo është e pa kërkush. Por edhe pa mos kursyer edhe forcat nga radhët e veta, sepse numri aq i madh i njësive speciale të vriten duke marrë parasysh përvojën e tyre dhe pajisjet me të cilat disponojnë, ai numër korespondon me ndonjë luftë, me ndonjë betejë shumë të madhe frontale. Shumë të madhe, po. Dhe prandaj jam i mendimit se aty bëri krim mbi popullatën civile, policia, dhe se grupi i armatosur, me plot bindje them, nuk janë terrorist. Ata nuk bën përpjekje apo veprime që do të kishin marrë atë epitet, për shkak se as murën peng civil apo dëmton civil, vran civil. Popullatën nuk e terrorizon. Nuk e terrorizon popullatën, dhe për të bindë se popullata shprehi revolt ndaj policisë e jo ndaj tyre, ishte momenti kur policia largoheshte nga lagja, ajo u larguar me fishklima, me brohoritje, me sharje nga ana e popullatës. Mirëpo, si do qoftë, me siguri ata arran në Grack, atë Grack dikush e përgatiti? Unë personalisht nuk i njoh ata, njenin prej tyre kam takuar gjatë fushatës për zgjedhjet presidenciale, ka qenë në takim me Arben Xhaferin, Sami Ukshini, i quajtur komandant Sokoli, dhe pata rast ta njoh për safërmi. Ata djemë kanë marrë pjesë në luftën e Kosovës, kanë qenë vullnetar dhe kanë qenë ushtar shumë të mirë, kanë marrë pjesë edhe në luftën e Preshevës, kanë marrë pjesë edhe në luftën e 2001-shit të UÇK-s në Maqedoni, kanë qenë të stacionuar në zonën e Kumanovës, kanë mbrojt Slupçanin, kanë mbrojt Hotlen, ato fshatrat atje. Ata janë njohës të mirë të rrethanave politike në Maqedoni, për shkak se kanë qenë pjesë përbërëse e ushtrisë çlirimtare kombëtare këtu. Kanë qenë të revoltuar, të paknaqur me statusin e shqiptarëve në Maqedoni. Ata kanë pritë se marrëveshja Ohri do të jep rezultate. Kanë shku njerëz edhe prej këtu, janë anku. Kosova dhe shqiptarët në Maqedoni kanë një afërsi shumë të madhe. Kemi jetuar 60 vjet në një shtet përbashkët në Federatën Jugosllave. Pas asaj bashkë i ndam të mirat këqijat në luftën e Kosovës, në luftën këtu. Dhe ne kemi këmbi mendime, kemi ardhur në përfundim se këtu ende diskriminohemi. Ende shqiptarët nuk janë të sigurt për një ardhmëri të qetë, për shkak se pala tjetër, pala maqedonase nuk ka e gatshme ndërtoj shtet me barazit të plot, ku të gjithë do të ishin të barabartë, dhe të nxitur, ndoshta nga kjo padrejtësi, ata duke i njohur se janë njerëz ideali, janë njerëz të guximshëm dhe jetojnë për të mbrojtur çdo padrejtësi që u bëhet shqiptarëve, janë të gatshëm kudo që të paraqitet nevoja të ndihmojnë, ndoshta kanë menduar se edhe këtu duhet të jenë prezent duke i pa këto rrethana ballkanike që po vlon gjitha anët, se mund popullata shqiptare këtu të rrezikohet. Mirë, po bashkëluftari i tyre, gjithsesi edhe komandanti i tyre, sa i përket luftës 2001-shit, tha se bëhet fjalë për grupe njerëzish të cilët janë mësuar vazhdimisht të luftojnë dhe nuk mund të jetojnë pa luftë.
Dhe tash kjo na vjen në dilemë, kush e din më mirë? Unë mendoj gjërat do të sqarohen nga gjithë kjo fatkeqësi që u humbën jeta njerëzish dhe shprehi keqardhjen time. Sot në Kosovë, familjet e tyre kanë hapur shtëpit për paje, shkojnë njerëzit, takohen me familjet. Është një ditë zije për Kosovën. Ka kërkesa që mbas ligjit për veteranët e luftës në Kosovë, ata të varosen me ceremoni si që i parashef ligji Kosovës. Dhe nuk e ndaj mendimin se ata njerëz janë të prirë vetëm për lufta dhe se të tillët nuk mund të jetojnë pa lufta. Ata ndoshta Ali Ahmeti nuk e tha në pikërisht për ta, por si sindromi pas luftës që pas luftës zakonisht ekzistojnë, domethënë incidente, mirë po meqense shumica e prej tyre për fat mirë janë gjallë dhe një ditë ato do të flasin edhe vetë. A unë jam i sigurt se edhe të ne këtu në Maqedoni do të rritët vetdia dhe do të kërkojmë lirimin e tyre, për shkak se ma vonë ndoshta do të konstatohet se pala maqedonase gjithmonë i ikën bisedimeve, i ikën dialogut dhe ndoshta nga njëherë duhet dikush t'ua bëj me dije si ndihmë e njëshin, se ne dim t'i zgjedhim problemet nëse ka nevojë edhe me luftë, për shkak se lufta është instrument për zgjedhjen e konflikteve. Për ndryshe, nëse ti vazhdimisht ngelen që dikush të t'injoroj, të t'shkel, të t'i merr të drejtën, atëherë ti je i detyruar t'ua bësh me dije se nuk do të toleroj më. Tash do të bëjmë një pauzë të shkurtër, do të vazhdojmë më pas bisedën. Të shikues të nderuar, kthehemi më njëherë pas një bloku të shkurtër publicitar. Na ndiqni. Found some fibers on the roof there. Po tani po fillon të ka marr tipo i bën stop kur doj. Hika se bëri plek. Me Tivo, regjizori e ti. Tivo, it's not just TV, it's Tivo. Ky është Genti. Genti është student. Ai don të shes telefonin e tij. Kjo është Arta. Ajo don të blej një telefon. Por Genti dhe Arta s'mund të gjejnë njëri tjetrin. Gentit i duhen para, Arta nuk ka kohë. Por problemi tyre zgjidhet me Klientela.com, rreth 1000 kategori të ndryshme produktesh, specifikimi i mënyrës së pagesës dhe transportit, hapësirë e përshtatshme për promovim, sistem adekuat për shitoret tuaja online. Klientela.com. Ideal Diskont me 5 markete në regionin ton, 3 në Gostivar, 1 në Vrapçisht dhe 1 në Gradec, mbetet lider për furnizimin e konsumatorëve me produkte cilësore, ushqimore dhe higjienike. Ideal Diskont bën pjesë në mesin e 15 firmave importuese në nivel të shtetit nga Italia, Holanda, Bosna, Serbia, Kosova dhe Shqipëria. Kjo është edhe arsyeja se këtu do të gjeni çmime më të lira në treg. Ideal Diskont është distributor për Gostivar dhe Dibër i firmave të njohura si Podravka, Swiss Lion, Vitaminka, Vincini, Alpsko e tjerë. Marketet Ideal Diskont në Gostivar do t'i gjeni, njërin në rrugën Nikola Parapunov apo në hapësirat e ish restorantit Petka, tjetrin në rrugën Kej Vardar në afërsitë e urës së madhe të lumit Vardar, dhe të tretin në rrugën Sretko Krstevski në afërsitë të një sjellësit të qytetit, ndërsa zinxhiri marketeve Ideal së shpejti do të gjejë shtrirje edhe në tërë Pollogun. Në Gostivar gjendet edhe depoja e marketeve Ideal Diskont, ku ju mund të furnizoheni me shumicë dhe pakicë.
Marketet Ideal janë të njohura për organizimin e lojrave shpërblyese, surprizave të shumta dhe aksion shitjeve, ndërsa i veçantë është kujdesi me të cilin po kontrollohen afatet e produkteve të ekspozuara. Tradita 4 dekadëshe është garancioni i suksesit të Ideal Discount, andaj bëhuni edhe ju konsumator të rregullt, sepse aty do gjeni gjithçka që i nevojitet shtëpisë suaj. Cilësia, kualiteti dhe çmimet e volitshme mbajnë vetëm një emër, Ideal Discount. Të shikues të nderuar, vazhdojmë me emisionin Studio e Hapur. Mysafir, siç paralajmëruam, kemi ish deputetin dhe ish kandidat për president të Maqedonisë, zotin Zudi Xhelili. Paralel me krizën, tash në ditën në vazhdim sigurisht do të shkoj paralel edhe publikimi i bombave të tjera të Zoran Zaevit, rrjedh edhe dialogu politik në Bruksel ndërmjet VMRO-s dhe LSDM-s, ose në takimin e dytë drejt për drejti të liderëve të këtyre dy partive, nga ana tjetër rrjedhin edhe bisedimet për dalje nga kriza ndërmjet liderëve të partive më të mëdha në vend. Gjë që u inisua nga kryetari presidenti i Republikës së Maqedonisë Gjorgje Ivanov, por edhe me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Ju si ish kandidat për president, si e vlerësoni rolin e pikëpari, rolin e presidentit? E ka mandatin e dytë. Presidenti i Maqedonisë është i hendikepuar për shkak se këtë president nuk e njohin as partitë shqiptare, as opozita maqedonase, pra llogaritet si president jo legjitim. Dhe vetë ai, si një marionetë e partisë e cila edhe sollin atë. Ai pat mundësi që ta los rolin e presidentit, të ngritet mbi partinë që përfaqëson dhe merr vendime që të rritet besueshmëria tek ai dhe ndikoj pozitivisht për zgjedhjen e krizave në vend. Por edhe për prevenimin e tyre. Ashtu. Me siguri nëse presidenti pozicionohet si presidenti gjithë qytetarëve, ku nuk bën ndarje pavarësisht se cila parti e ka kandiduar ose e ka zgjedhur simpatizuesit e tyre, me siguri edhe në rastet caktuara do të mundësh të balancoj. Po të mos ishte marionetë e premierit. Ki nuk doli nga ai profil dhe tash edhe takimet që ai fton janë hije të asaj që ai s'ka dhe një autoritet jashtëzakonshëm që të ketë ndikim, sidomos kur e ftoi takimin e parë, kishte edhe drojë se ndoshta nuk do t'i përgjigjen edhe partitë politike për shkak se siç e dini, opozita nuk e njeh si president, partia shqiptare që është në pushtet nuk e njeh si president, ndërsa e njeh partia tjetër. Po partia tjetër nuk ka dhe një relevancë, është një parti e cila rastësisht ka mbet si parti opozitare, për shkak se partitë më të vogla nuk arritën të grupohen dhe të krijojnë një opozitë fuqishme, kështu që takimet që ai fton tek analistët, tek faktorin ndërkombëtar edhe tek popullata nuk zgjojnë ndonjë interesim, për shkak se nga më parë dihet se prej atij nuk do dalë asnjë vendim meritor ose ndonjë vendim që do të zgjidhte ndonjë problem. Sa i përket takimit që zhvillohet në Bruksel mes partisë maqedonase në pushtet dhe asaj opozitare, ka shumë reagime të shqiptarët se pse nuk marrin partitë shqiptare pjesë në ato takime. Unë dhe shumë tjerë jemi deklaruar se le të shkojnë, le të pastrojnë për të ardhmen e Maqedonisë ata të cilët se kanë rrugën e qartë. Për shkak se shqiptarët e kanë shumë të qartë se cila është rruga e vetme për një të ardhme më me perspektivë, rruga për një të ardhme më të sigurt, është rruga e integrimeve në NATO dhe në Bashkinë Evropiane, dhe simbas gjitha statistikave
që janë bërë, këtë rrugë shqiptarët e përkrahin gati se 100%, derisa te Maqedonasit, mbas një sondazhi që është bërë pranë një sektori për arsim në Këshillin e Europës, mbi 56% e Maqedonasve janë për integrime në NATO dhe në BE, nga kjo 56%, përqindja më e madhe janë opozicionerët, se sa partia në pushtet. Që do më thote, këto takime atje, do të vrehet se kush prej këtire meriton të ardhmen ta merë për krahje që ta shpije vendin drejt integrimeve. Si zakonisht takimet, negociatat të cilat bëhen në ndërmjetësim ose në ombrellën e faktorit ndërkombëtar, sidomos BE-s ose Amerikës, takimet deri në momentin e caktuar janë të tipit në vend numëro, që më në fund ndërkombëtarët ta thonë atë që e kanë ndërmend ata, duke u bazuar në atë se ju vetë nuk mund merreni vesh, ju tregojmë ne se si duhet të vepruar. A mendoni se edhe këto negociata do të përfundojnë në atë mënyrë në Bruksel? Unë mendoj se ndikimi i faktorit ndërkombëtar është i madh për shkak se ato çelin tema shumë parimore, hapin bisedime shumë konstruktive. Ata ndikojnë pozitivisht, nuk imponojnë gjëra. Nëse i ndiqni me vëmendje, deklaratat e tjera janë që të gjithë pasojat që kanë dalë nga publikimi i përgjimeve, do më dhanë përgjegjësit të shkojnë deri në fund. Do më dhanë nuk janë të kënaqur me 3 apo 4 një zgjedhje politike, por dorëheqje, po, institucionale, ata gjyqësore, të shkojnë deri në fund, për shkak se pa pastruar me të kaluarën nuk mund të shkohet përpara. Kështu që, përsëri, unë mendoj se bombat apo publikimi deri tanishëm nuk ishte i mjaftueshëm për ta dridh sa duhet këtë qeveri dhe të largohet Gruevski, dhe prandaj Zaevi paralajmëroi se do të vazhdojmë me publikimin e bombave, dhe unë që në fillim kam thënë se 3 alternativa ka për rrëzimin e kësaj qeverie. 1. Publikimi i bombave, që pa mos kursyer askënd. Pa mos kursyer askënd. Ku përfshin këtu edhe monstrën ose bombat të cilat do të prekshin në marrëdhënie ndërnacionale. Të gjitha, për shkak se ashtu edhe tha lideri i opozitës se nuk do të kursejmë askënd, do t'i nxjerrim të gjitha, dhe ai mendon se kjo nuk do të tangone marrëdhënie ndëretnike për shkak se këtë ka bën një grup njerëzish. Gjatë publikimit u konstatu se është bërë shkelje ligjore katastrofale me keq përdorime të përmasave shumë të mëdha, është pengu procesi zgjedhor, janë falsifikuar zgjedhjet, janë dhënë dokumente personale pa kufizime, do me thënë, janë bërë procese të montuara komplote, është bë friksimi popullatës, largimi nga puna, heshtja e mediumeve, gjithë të shkelje ligjore që do të kërkohet deri në fund dikush edhe të përgjigjet. Sipas një logjike, kush e di sa materiale të kenë nga bisedat e përgjuara dhe kush e di sa të publikohen, ajo me siguri nuk mund të jetë më shumë se 10% nga gjithë ajo që është bërë. Sepse çdo bisedë bëhet nëpërmjet telefonit. Po, dhe alternativa e ditë. Dhe dikush ndoshta ka edhe më tepër telefona, nuk e dim ne se sigurisht. Cili telefon kujt është përgjuar. Alternativa e ditë për largimin e Gruevskit dhe klikës së tij, kam menduar do të jetë presioni diplomatik, për shkak se faktorin ndërkombëtar, diplomacia, nuk lejojnë që ta kem partner për të zhvilluar bisedime, për të bërë reforma, për të afru vendin drejt antarësimit, për të caktuar datë për bisedime, për antarësim në Unionin Evropian, për NATO, me njerëz të tillë. Do me thamë presioni diplomatik, izolimi, dhe unë kam menduar se Gruevski
do ta kuptoj dhe do të largohet pa nxit incident apo ndonjë problem më të madh. Mirë po edhe kjo nuk ka duke ndodhur, dhe alternativa e tretë për ta larguar këtë njeri të dëmshëm nga kreu i qeverisë është Partia Shqiptare, e cila mendoj do të jetë bomba më e fuqishme për rrëzimin e Gruevskit. Largimi i kësaj partie nga qeveria. Ka zëra brenda dhe kjo më gëzon. Se fjala nuk është momenti, në atë kuptim ka edhe arsyetime. Mendoj se nga ajo që publikisht e thot BDI-ja. Nëse deklaron se nuk është momenti, atëherë ka ata janë të vetëdijshëm se duhet dalin nga qeveria për ta rrëzuar këtë qeveri, mirë po arsyeton me atë se ndoshta nuk është momenti i duhur, se duhet pritur edhe pak, ose ndonjë se do të thelloheshte kriza e kështu me radhë. Nëse kjo parti ka marrë përkrahje nga popullata gjatë votimeve që t'u udhëheqe, kjo nuk e ka ditë se gjatë rrugtimit çfarë probleme do të hase. Dhe tash me qenë se hasi probleme shumë serioze, ku partneri i koalicionit tërë kohën ta ban vorin mbas shpine dhe tërë kohën të nxjerr pengesa që ti mos e realizosh piksinimin, programin, platformën që i ke premtu votuesit shqiptar, për shkak se nuk e realizuan premtimin se për 7 muaj do të hekim dorë nga gjitha kërkesat që kjo qeveri s'është e gatshme t'i bëj tash për tash, vetëm e vetëm t'i qelim rrugë integrimeve në NATO dhe në BE. Nëse edhe kjo mjegull ose pluhuri. Ashtu, dhe nëse edhe kjo nuk u realizu, atëherë, nëse nuk ka koha që të largohen, gjithmonë është koha që elektorati t'i sqarohet. Cila do t'jenë hapat e ardhshme për shkak se jetojmë shekull 21, ku votuesit, qytetarët duhet ta dinë për fatin e vet. Ku një ndër shtyllat më kryesore të demokracisë është transparenca politike dhe përfaqësimi, derisa i përfaqëson shqiptarët, edhe mburrësh se i përfaqëson shqiptarët, është e detyrueshme që shqiptarëve të drejtohesh e të thuash se hapat e ardhshme tona do të jenë këta. Me siguri do t'u sqaroj gjatë kampanjës parazgjedhore kur do të mbahet. Ne deri tash thash unë, fati i partisë më të madhe shqiptare është se shqiptarët kanë qenë të detyruar, e keqe e detyrueshme, të votohet një parti që besueshmëria ka qenë më e madhe se partia opozitare, e cila mbas 9 humbjeve nuk e pa rrugës që ta ndrone liderin e vet dhe të kërkone që opozita shqiptare të forcohet. Pa konkurrencë të mirëfillt tek shqiptarët, pa di parti të fuqishme, di grupime të fuqishme, ne nuk mund të kemi edhe perspektivë dhe nuk mund të vinë shprehje vlerat e mirëfillte. Tash t'i shohim këto bisedimet në shkup të klubi i deputetëve, t'i shohim nga një këndvështrim tjetër, do të thotë nga këndvështrimi i partive shqiptare, BDI dhe PDSH. Ali Ahmeti, shoqëruar nga Artan Grubi, dhe Mendu Thaçi, shoqëruar nga Luan Tresi, pinë kafe bashkë, shumë të buzëqeshur, shumë të disponuar. Kjo e bashkëpunimi gjithmonë është i mirëseardhur, mirë po kur ndodh ajo pas ndoshta edhe atentateve, do ta quaj, të kurdisura ose publikimit të dosjeve, qofshin të falsifikuara ose origjinale, dhe sigurisht irriton edhe simpatizuesit të cilët kanë antagonizma shumë vjeçare, ndoshta edhe armiqësi ose probleme në familje, duke i besuar njëra palë njërit, tjetra palë tjetrit. Nga mendon se buron tash kjo afërsi, bëhet për interesa politike ose për ndonjë çështje më madhore? Unë mendoj se për çështje madhore, për çështje ku preken interesat kombëtare, është mirë që tulen bisedojnë, mirë po tash parashtrohet pyetja sa popullata ka besueshmëri që këto dy lider, për shembull, në bisedime për të dalë nga kriza, mund ta gjejnë pikërisht rrugën e duhur.
për shkak se nëse këta ulën dhe kërkojnë që përsëri të krijohet një qeveri e zgjeruar, ku do të kishte ngel Gruevski dhe do të ishin përfshirë dhe partitë tjera opozitare, unë mendoj se do të ishte një gabim katastrofal. Që vetëm ja zgjat jetën kësaj qeverie dhe pavarësisht edhe personit i cili me veprimet e tij anti-shqiptare, anti-aleatëve shqiptarëve, anti-amerikane, anti-evropiane, pikërisht të mbështeten nga shqiptarët. Dhe sidomos nëse kemi një kryeministër i cili ka uzurpuar gjithë institucionet e shtetit, i ka dizginat sistemin e industrial në duart e veta edhe këshysa partitë shqiptare tjetë ose këshysa deputet kënë partitë shqiptare nuk kanë as pak ndikim këtë tregoj përvojë. Lidhet pikërisht me figurën e tij. Kemi një parti me 20 deputet e ndihmuar, domethënë si qeveri me mbështetje të pa rezervë, që e deklaroi vetë kryetari i PDSH-s, domethënë 27 deputet i kanë shqiptarët dhe roli i tyre është minor. Ose nuk ekziston fare sepse në telefon janë kryer gjithë punët. E zgjeruar qeveri, si ta quajmë, kalimtare, ku nuk do të prekeshte figura e Gruevskit, është dështim. Do t'i kisha lut liderët e partive shqiptare që t'jenë kategorik. Të gjitha ta të cilët janë përfshirë, involvuar drejt për së drejti në skandalet që u publikuan, mos jenë pjesë e asaj qeverie kalimtare apo qeverie të zgjeruar. Në këtë rast, më pëlqen vetëm qëndrimi i partisë opozitare maqedonase, se nuk do të lishone që në asnjë mënyrë të jese Gruevski pjesë e asaj qeverie të zgjeruar. Dhe këtu shqiptarët, nëse nuk e majnë të njëjtin qëndrim si Zaevi, do të bëjnë gabim të madh, për shkak se do të vinë kundërshtim edhe me faktorin ndërkombëtar, të cilët kategorik kërkojnë që të gjitha ata që janë të përfshirë në krime të mos jenë pjesë e asaj qeveri. Me që dy partitë shqiptare parlamentare, të cilat kanë deputet në parlament, nuk mundemi asnjërin prej këtyre ta quajmë si një opozitë mirëfillt, pavarësisht se si deklarohen, po edhe nuk deklarohen si të tilla asnjëra pala as tjetra, mbetet atëherë të flasim çka duhet të bëj opozita shqiptare, ajo jashtë parlamentare. Kemi Tash unë kam prit realisht, kam prit që vetë partia në pushtet BDI-a të kërkoj që te shqiptarët të ketë konkurrencë të mirëfillt, që duke pas konkurrencë të mirëfillt të ketë bartje të proceseve përpara, të reformave. Për ata as pak se qajnë kokën gjithmonë thonë se nuk ka nevojë të kemi parti të tretë, jo më blok të tretë ose më shumë parti. Për shkak se njerëzit që janë deklaruar se atë shumë e duan kombin, atë shumë kanë fliju për çështje kombëtare, mos lejojnë që të ketë gara, të ketë një Real, po të ketë edhe një Barcelonë, se po të jetë vetëm Barcelona dhe Getafe, atëherë 10 vjet do të dihet rezultati se kampion do të jetë vetëm Barcelona. Dhe ajo është e dëmshme për ligën. Nëse ka dy parti, ato nuk llogaritet si konkurrenca, nëse ndërmjet dy subjekteve shumë lehtë arrihet deri në marrëveshje. Përsa nëse janë 3-4 kështu me radhë, duhet të arrihet konsenzus. Vetë fakti 10 vjeçar që njëna parti rregullisht ka fituar, tjetra rregullisht ka humbur, dhe u pëlqen shtim të mendosh se njëri ka dëshirë të jetë opozicioner dhe të mbronë të kaluarën e tij, atë tjetri mos jeti rrezikuar asnjëherë dhe të ketë komoditet. Mirë, po çfarë mendoj unë, si do të zhvillohen ngjarjet tash, pas këtyre bisedimeve, do të jetë në një mënyrë në këtë drejtim. BDI-a brenda vetes ka një tronditje, ka disa figura kiqe që paralajmëruan se janë të paknaqur, siç është Ermira Mehmeti, siç është rasti Arben Llabunishtit, siç është rasti Hazbilikës e tjerë, që do të thotë Rafizaliti e disa të tjerë të cilët ishin mjaft kritik Xhevat Ademit, të cilët ishin mjaft kritik në kërkon që të ketë ndryshime. Për shkak se të qeverisësh disa vite me radhë, disa mandate me radhë, krijohen dash e pa dash, krijohen klane, të cilët klane pastaj harrojnë në verdiktin e popullit,
harojnë misionin që duhet të krinë dhe mendojmë për interesa të ngushta klanore apo individuale. E një të gjë ka ndodhë dhe me shtetet tëra ose me diktaturë të tëra, ato nuk e kanë pas fillimin me diktaturë, sepse është e pamundshme, askush nuk do. Ajo lindën ma vonë, duke sidomos te populli i cili është shumë i kënaqur. Po. Dhe partitë e vogla opozicionare që nuk kanë, domethënë jo parlamentare, sa i ndjeki unë lëvizjet e tjera, bëjmë përpjekje të grupohen dhe të paraqesin një grupim i cili do të jetë konkurrent serioze. Pra, në të ardhmen, BDI-ja e reformuar me ndryshime, për shkak se vetë mbrenda kërkojnë që të ketë ndryshime, opozita e bashkuar duhet të jenë dy grupimet që do të bëjnë gara dhe do t'i prinë proceset në dobi të popullatës, se deri tash nuk ka pas opozit që do t'i nxjisë shpejtimin e procesit. Është diçka interesante është duke ndodhur në Maqedoni, sidomos te populli maqedonas. Ato dal nga dal një pjesë e madhe e tyre vetëdijsohen, sidomos ata të mbështetësit e opozitës, dal nga dal largohen, fuqishëm largohen nga Rusia. Tashmë e pranojnë se Rusia për ata është vetëm si një emocion ndaj panslavizmit, si një popull vëlla ose kushërie kështu me radhë, dhe vazhdimisht orientohen në atë se ne edhe geografikisht i takojmë Evropës edhe se vetë jemi kandiduar për në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Nga ana tjetër, VMRO-ja dhe simpatizantët e saj vazhdimisht shumë fuqishëm orientohen nga Rusia, që është e çuditshme dhe kanë thënë shumë njerëz të mirë të rrethanave, një ndërta edhe ish diplomati Denko Maleski, se ne edhe po të duam, edhe po kështu sa ta duam ne Rusinë ose Rusia na dojnë neve ose Kina, nuk mundemi nëpërmjet ndonjë tuneli do ta krijoshim atë bashkëpunim. Nga ana tjetër, një lloj promovohet edhe një koncept i ri i Maqedonisë, një koncept qytetar ose disa siç e quajnë edhe Republika e katërt e Maqedonisë pas asaj të Asnomit, KÇK-mës, Maqedonia e pavarur dhe Maqedonia Kornis, pra pas marrëveshjes së Ohrit. A mendoni se mund të ridefinohet, të kemi një ridefinim, një koncept të ri në Maqedoni, i cili mund të ishte koncepti qytetar, ose mendoni se mund të funksionojë si koncepti i ri do të ishte ai koncepti binacional e kështu me radhë? Unë mendoj se në Maqedoni duhet të ketë ndryshime. Shqiptarët duhet të jenë kategorik që në këtë mënyrë ky koncept i shtetit, siç është momental, nuk është funksional. Sidomos shkaku i përqindjeve që është. Nëse Maqedonia gjithmonë do duhet të frigohemi ose të presim me shpirt regjistrimin e ri që dikush dalë më shumë se 20% ose dikush dalë më pak se 20%. Nëse Maqedonia si shtet nuk mund të ekzistonte pa shqiptar, që është shumë e vërtet, për shkak se s'mund ta paramendosh Maqedoninë pa Kumanovën, pa Shkupin, pa Tetovën, pa Gostivarin, pa Kërçovën, pa Dibrën, pa Strugën. Këtë më e thënë edhe disa ish nacionalistë të përbetuar që ishin në Rivon. Nëse një pjesë, një tërësi e shtetit përfaqësoj shqiptarët, duke qenë në trojet e tyre etnike, atëherë është shumë e logjikshme që shqiptarët të jenë edhe faktor vendimmarrës. Me qenë se ne jemi popull shtetformues, atëherë është mirë sa më shpejt ta kuptojnë maqedonasit se shqiptarët nuk do të lejojnë që dikush ta ndrojë kursin e zhvillimit të Maqedonisë. Ballkani perëndimor ka vetëm një perspektivë: antarësimi në NATO dhe në Unionin Evropian. Kjo është rruga e vetme. Maqedonasit mund t'i ruajnë simpatit, emocionet për Rusinë, mirë po interesi i tyre është Evropa, për shkak se Maqedonia, Serbia, Kosova, Bosna janë pjesë përbërëse e Evropës. Geografikisht i takojnë kësaj, sidomos shkaku asaj se është tashmë është krijuar një tampon ndërmjet Rusisë dhe Ballkanit Perëndimor. Dhe të gjithë popujt në Ballkan, në rajon, e kanë kuptuar se cila është rruga e vetme
Dhe unë shpresoj se me largimin e Gruevskit, edhe antarësia e VMRO-s ka tendenca brenda ka grupime, që e kanë kuptuar se rruga që ai i shpinte është e gabuar. Dhe ndoshta do të gjejnë forca që brenda partisë, edhe ajo parti të reformohet nga brenda dhe bashkarisht pastaj të gjithë këtë kohë të humbur ta kompenzojnë për shkak se popullata e ka humbur durimin dhe nuk do të lejojnë që vazhdimisht të na ndjekin kriza, të na ndjekin izolime për shkak të dikujt. Pas jemi në fund të emisionit edhe një pyetje në lidhje me deklaratën e Edi Ramës. Për se do t'i vinte veto Maqedonisë për antarësim në NATO. Unë disa herë kam prit që përfaqësuesit e shtetit tanë, kryeministri i Shqipërisë edhe i Kosovës, të jenë ma kategorik kuro në pyetje interesi shqiptarëve në Maqedoni. Nëse ju kujtohet me rastin e 100 vjetorit të flamurit kombëtar dhe të formimit të shtetit shqiptar, ceremonia e përvjetorit filloi nga Shkupi. Mandej vazhdoi në Prishtinë dhe në Tiranë, dhe në Shkup ishte prezent kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha, ishte prezent kryeministri i Kosovës, i cili pat deklaruar kështu: ne shqiptarët e Kosovës i jemi mirënjohës shqiptarëve në Maqedoni, të cilët kanë kontribuar për pavarësinë e Kosovës. Shqiptarët kanë kontribuar, shqiptarët e Maqedonisë, edhe për pavarësinë e Shqipërisë. Mirë po, ne tash ua kemi borç dhe do të jemi gardiani tyre në të ardhmen dhe nuk do të lejojmë që të diskriminohen dhe të shkilen të drejtat e tyre. Në rastet konkrete, ceremonitë e mëdha tërheqin edhe fjalimet e mëdha. Ashtu, mirë po në rastin konkret, nëse popullata shqiptare është e pakënaqur me statusin e vet, atëherë unë kam prit që qeveria e Kosovës të jetë më e zëshme dhe ende nuk e kam bë, derisa kryeministri i Shqipërisë paralajmëroi se Maqedonia nëse nuk realizon marrëveshjen e Ohrit, nëse shqiptarët nuk trajtohen si të barabartë, Shqipëria do të jetë e detyruar të vënë veto për pranimin e Maqedonisë në NATO. Nëse s'keni diçka tjetër të shtoni, ju falenderoj shumë që pranot ftesën të jeni mysafirim. Falenderoj edhe juve, ishte kënaqësi, shqyrtuam tema që i tangojnë të gjithë shqiptarët. Falenderit. Të rishkues të nderuar, ndoqët emisionin Studio e hapur këtu në TV2, bashkëbisedues kisha ish deputetin dhe ish kandidat për president zotin Zudi Xhelili. Ju falenderoj për vëmendjen, me temat tjera takohemi pas një jave. Mirupafshim.